Bashkia Elbasan ka dhënë në funksion modelin One Stop Shop, një zyrë unike që ofron qytetarëve shërbime publike në një vend të vetëm. Nga kjo zyrë çdo qytetar mund të marrë informacione të ndryshme, mund të aplikojë për dokumente dhe certifikata në portalin i Albania, të ndjek online ecurinë e aplikimit të tij, duke shmangur vonesat dhe burokracinë. Atëherë, duke filluar që nga java e parë e muajit shtator, Bashkia Elbasan ka hapur zyrat për one stop shop për gjithë qytetarët. Fillon aplikimet, duke filluar nga aplikimet për ASHK-n, për reset passwordi i Albania dhe për çdo aplikim që bëhet online tek i Albania. Ka pasur një fluks qytetarësh mbi 100 veta në ditë, duke i kursyer një mesatarisht në bazë të statistikave që ne kemi nxjerr, mbi 180.000 lekë në ditë të reja për çdo qytetar. Aktualisht këtu kemi të stacionuar OSHE-n, postën, usjellës kanalizime, çdo aplikim për ASHK-n që është parsorë tek këto shërbimet, dhe një ndihmës shumë e madhe edhe për njerëzit që janë në asistencë sociale për çdo aplikim të mundur që edhe nga bashkia janë vënë në dispozicion të këtyre njerëzve, çdo person që është brenda. Edhe vetë qytetarët e kanë mirëpritur hapjen e kësaj zyre për këtë lloj shërbimesh, duke u shprehur se për ta është lehtësi si nga ana procedurale ashtu edhe ekonomike. Nuk e di tash është ndoshta era e parë, po më duket si normale shumë mirë. Patjetër. Unë jam shërbimin për shikurin mesazhore. Që këtë bëj aplikim. Për mua ishte një zgjedhje jashtëzakonisht e mirë. Mosha jo për shembull me këto e Albania, me këto jemi jashtë. Do nuk i bëjmë dot. Çfarë do bëjmë lek atje ato shefat të tjerë, ato zyrat atje, lek s'kishim, ngilishim pa marrë punë. Ky është na lehtëson jashtëzakonisht. Sepse është zgjedhje e mirë. Po, e Albania ka të punë të veta, unë bëj aplikim për kempe, për gjëra që janë shumë të vështira, jemi me probleme me fjallë, kemi ngel jashtë linje, domethënë. Për vete, po megjithëse është hera parë, domethënë që vi, po. Në ditët në vijim pritet që shërbimet të shtohen në këtë zyrë duke lehtësuar më shumë qytetarët, të cilët hasin vështirësi me përdorimin e teknologjisë, por jo vetëm.